Live from Tirana. Live from Tirana. Live from Tirana, Social Top 5. Jemi rikthyer përsëri së bashku dhe tani kemi mbritur në rubrikën tonë të preferuar, aty ku ne mësojmë se sa ndjekësa kanë humbur ose sa ndjekësa kanë fituar personazhet e njohur të showbizit, qoftë shqiptar por qoftë edhe të huaj. Ne paraprakisht do të ndalemi tek personazhet shqiptar dhe të gjithë jemi kurioz të dimë se kë kemi ne pikasur sot, kë kemi naviguar në rrjetet sociale. Un kam stalkluar për një kohë shumë të gjatë. Për një javë, po kërkimet e tua shkencore në Instagram. Po filluar me njëherë me personazhin e parë. Ai është Stresi. Ai ka qenë në lupën time dhe po shohim një rritje të ndjekësve të tij në rrjetin e tij social Instagram. Stresi nga 723.000 ndjekës ka shkuar në 727.000 ndjekës. Kujtojmë që ai ka publikuar edhe këngën e tij më të fundit, Out of My Mind, jashtë nga mendja ime, e cila me sa duket ka shtuar kuriozitetin e ndjekësve për të shtuar më pas edhe followersat në rrjetin e tij social Instagram. Do shkojmë tani tek Arbana Osmani. Ajo gjithmonë pëson një ngritje nga java në javë të ndjekësve të saj, nga 774 që ishte javën e kaluar, ajo ka shkuar në 776.000 ndjekës, pra ka fituar relativisht 2.000 ndjekës në profilin e saj. Patjetër, Albana, tashmë jemi mësuar me këtë lloj rritje. Po pra. Shkojmë tani tek Don Johnny, nga 604.000 ndjekës ka fituar 4.000 ndjekës këtë javë, duke shkuar në 608.000 ndjekës. Unë foli fundit, po bën namin gjithandej, është kënga e tij e publikuar së fundmi, ku po dëgjohet me shumë dëshirë nga ndjekësit dhe fansat e Don Johnnyt. Cindy Loci, goca e përputhen, e cila vazhdon me turet e saj dhe jo vetëm ajo, por të gjithë personazhet e përputhen, me turet që po thyen dyert, po thyen të gjitha. Shikoj Ksenja, nuk kanë qenë kur teatrot kaq plot në gjithë historinë e Shqipërisë, të paktën le të themi. Përputhen ta bënte këtë gjë. Cindy Loci, nga 286.000 ndjekës ka rënë me 1.000 ndjekës, duke shkuar në 285.000 ndjekës. Pra shohim një rënje të konsiderueshme të ndjekësve të Cindy Locit, edhe pse bëhet nami aty jashtë në ture, por me sa duket në profilin e saj në Instagram nuk po bëhet aq shumë nami. Me Vlani përputhen, po shohim që ka një rritje nga 400.000 ndjekës ka shkuar në 402.000 ndjekës, është rritur me 2.000 ndjekës profili i Me Vlanit përputhen. Ai po i mban fansat e tij me këngë, me publikime këngësh të reja. Këngë, muzikë, valle, ka bën me klarineta. Edhe koncerte që ndoshta realizon poshtë lart. Mirë, këto ishin ngritjet e followersave të personazheve të famshëm shqiptar. Doni të dini se çfarë ngritjesh të konsiderueshme kanë marrë personazhet e huaj të showbizit? Vetëm pas pak. Vazhdojmë me Fireworks, Purple Disco Machine fit Moskina. Fireworks, Purple Disco Machine, Moskina, jemi live from Tirana. Dhe të gjithë ju që me zi po prisni që të mësoni se kush nga personazhet të famshëm të showbizit botror tashmë janë rritur ndjekësat në profilin e vet personal në rrjetin social Instagram, sepse na aty përshëndrohemi tek Instagrami. Kam përshtypjen Ksenja që gjithmonë kemi të njëjtin trend për sa i përket personave të huaj, të famshëm që janë në rritje, absolutisht në rritje konstante nga java në javë. Konstante, dhe sot do të mësojmë edhe një fenomen që ishte pak sa i çuditshëm kur unë e bura re, që të gjithë personazhet që unë kam listuar janë rritur me 2 milion. Dhe kjo ishte pak sa e çuditshme, sepse 2 milion çdo javë, ndoshta është një strategji marketingu që është pasaj. Ndoshta janë menaxherët që po punojnë fort për të sjellë këtë rritje prej 2 milion dhe që nuk ndryshon kurrë, 2 milion nuk bëhet asnjë, nuk bëhet as 3, por është 2 milion. Për 2 ndjekës, jo 2 milion. Kylie Jenner nga 239 milion ndjekës që ishte javën e kaluar, është rritur me 2 milion dhe ka shkuar në 241 milion followersa. Kendall Jenner, motra e saj, po ashtu ka një rritje prej 2 milion ndjekësish në profilin e saj të Instagramit nga java në javë, nga 167 ka shkuar në 169 milion ndjekësa.
Por shohim një rritje të Jessie J. Ajo kishte humbur, ne nuk po i gjenin dot ma të vajzë. Nuk ishte asnjë lloj kurioziteti për Jessie J dhe as për jetën e saj personale, sepse nuk po e bënte publike, por jo, papritur ajo publikoi tingëllin e saj I Want Love. Më lër ta gjej, mos është rritur me 2 milion edhe Jessie J. Jo, nuk është një rritje e konsiderueshme, por ajo nuk po rritej fare, nuk kishte asnjë ndjekës të ri që dëshironte që ta ndiqte Jessie J. Është rritur me 700k, por i ka bërë shumë përshtypje botës së medias botërore. Nga 9 milion, ajo ka një shifër të vogël krahasuar me suksesin e saj të followersave. Nga 9 milion, ajo ka shkuar në 9.7 milion ndjekësa. Shkojmë tani te Kim Kardashian. Është ajo që shokoi botën me lajmin e saj që nuk do të publikojë më foto sensuale dhe nuk e dia do të ketë më kuptim bota pa fotot e saj sensuale. Nga 227 milion ndjekës ajo është rritur me 2 milion ndjekës duke shkuar në 229 milion ndjekës. Dhe për ta përmbyllur me Selena Gomez, nga 236 milion ndjekës që ishte javën e kaluar është rritur me 2 milion ndjekës duke shkuar në 238 milion ndjekës. Pra, një rritje me 2 milion për 4 nga personazhet e showbizit që ne sollëm në vëmendjen tuaj për sa i përket tregut botror. Patjetër, edhe tregu botror absolutisht që sjell gjithkohës të gjitha artistët i përmendë, po jo vetëm këta artistë, edhe artistë të tjerë botror që janë me emër, gjithkohës sjellin risira në treg që normalisht bëhen trende për gjithë botën dhe Amerika dhe Anglia gjithmonë janë kryeqendra e këtyre risirave. Vërtet shtojnë kuriozitetin për ndjekësit të cilët me një follow abonohen në profilin e tyre. Mirë, ky është Social Top 5 për ditën e sotme për këtë javë dhe mos harroni, ne sigurisht vim të premten e ardhshme me të tjera statistika dhe me të tjera personazhe që ne i shikojmë profilin non-stop, sepse jemi këtu për ta bërë këtë gjë dhe ne mund ta bëjmë këtë gjë. Live a Little Love vjen tani Alesso dhe Armin van Buuren, qëndroni me ne, qëndroni live from Tirana. Live from Tirana.